Unë jam prej 89-ës në Zvicër. Po hapa ndash atje janë kanë vështira, ndash edhe e vështirë për me lëshu vendlindjen. E sa është e lehtë me punu edhe me fitu? Shumë vështirë është. Shumë vështirë edhe do të bëhet edhe më vështirë. Ja ke mendu në herë më u kthy në vendin tonë? Po, kam mendu derisa s'kam pas nipa e mesa. Po edhe atje nuk e ki jetën e këtujt. Po duken shumë bukur, mas pare. Prej nga jeni? Prej Tetove. Po. Keni ardhur? Kena ardhur pak me shëtit, po, me vizitu pak të Rizajn. Shumë qifti bukur, tregon ani që sa ku jeni bashkë? Prej 90-ës. Prej 90. Po. Çka qysh e nist këtë dashurinë e ju? A ju njoftoi dikush me mëset apo vet? Rastisht jemi taku në qytet. Rastisht qytet. Po. Edhe qysh kur e pe rastisht? A nole te këto, a ke ty, a qysh? Une. Ti e nole. Po. Cila ke fjala e parë që ata? Sëm kujtohet. Po jemi pak në ku. S'pi kujtohet, apo kujtohet ti strofon? Po më kujtojt, unë kam qenë me motrën e nusës vllavit tem, edhe kena dalë me shëtit, edhe tani u taku me këtë, kind kalumen. E Tani motra e këti më ka njoft, edhe e ka kuptu, po. U bot bashk, u martut. Po. A keni bot orë së në bëve? Po. E qka e mbon dashurini u ka gjatë? Cili është ai sekreti? Përveç dashurisë, a do të më qenë edhe mirë kuptime? Gjithçka. Cili është momenti më i bukur që e ke pasur? Kur më ka lindën djali. Kur e bonon, domethënë. Një bona. Në momenti më i vështirë që e ke pasur? Po kam pas edhe momente të vështira, ama ato harrohen. Po. A ke qenë në gurbet në herë? Ne jemi në gurbet. Së tregoni që jeni në gurbet? Ne jemi në gurbet. Se pëmboni që shtu më shaft, jo vështë te, edhe të tjertë në ka rastis që si me zërë tregojnë që në gurbet. Pse? Jo, po sert pyetja, se nuk kemi çka më shefim. Sa po jeni në gurbet? Unë jam prej 89-ës. Po, në Zvicër. Se shkuve, edhe vendin. Mundësit tona shqiptarisë, probleme. Sa ka qenë e vështirë për ty ku shkuve? Shumë e vështirë. Shumë e Sa vështirë. ku të desh për me i marr ato hapa? Po hapa ndash atje janë kanë vështira, ndash edhe e vështirë për me lëshu vendlindjen, edhe një mix. Një mes. Po. E sa është e lehtë me punu edhe me fitu? Qtash? Shumë vështirë është. Shumë. Akoma vazhdon vështirë. Shumë vështirë edhe do të bëhet edhe më vështirë. Ja ke mendu në herë më u kthy në vendin tonë? Po, kam mendu derisa s'kam pas nipa e mesa, qtash do me thonë ato, Si u bon ato? qtash, Ti merre gru në çfarë gruja? Merre këtha ho me gru. po. Mendojna. Ande- Ama përgjithësi. Ana shpavoj spelante, vi thuj ju po rrinë atje. Me një mesa. Po, ama mendojmë edhe atje edhe këtu. Në të dy anët. Po, në të Po dy tash si e shihni këto? Vendin, jetesën këto. Edhe këtu tash. Ka ndryshu. Nuk është ajo kohë ku ne kemi shku, do me thonë që tash është më ndryshe. Në çdo vjet shkon të u përmirësu. Por ma mirë po thu. Po veç të nuk e ki pagën e Zvicrës. Normal, po edhe atje nuk e ki jetën e këtujt. Është të mirë ma buni. Ju falënderoj për kohën që ndatën. S'ka përse. Ka përse edhe zona. Si eksport kere në për garajë Toyotës, të Fordi kum kriju në, po garajë Fordit, të shqiptarët i këshin me rakë, vesh ma një qarë me konës, emni ma i naltë. A mund është më bu milioner në Zvicër? Jam bere qatë veç me qëto që kena mëri, që kur gjithë kanë thonë një shpi, një tokë, pak bavqe, një kerë, vesh ka milionera plot pitonëve. Darga ua është me përqindje, këtë shqiptar është. Këtë shpia që ka e ndërtu edhe blok që janë marru, janë këtë shqiptarë që i kanë blej, kanë... Sa kanë interes sot për gurbeqarëve njerëz? U sprovona për ditë. Shirin, ne i sen me fitu për teje. Po tu në edhe të investoj dykun, se e kanë barë parët, nuk kanë dalë. Qyshje? Mirë, Me shnet? mirë, alhamdulillah. Me hallë me dirte? Mirë, Si mirë, gjalli ri? mirë. Këtë thëjnë, i moqëm dukna, po i ri me thonë mirë është. Po ty vici ma që më s'ka ke? Nështë ta thëjnë, kur thot goja, nuk janë dilë vetës. Kur thu mi ri, mirë,edi, alhamdulillah, del këtë mirë. Këtë mirë, që zotit, që e më rëndësish? A kish nejtë, kur të kish nejtë, Po, sa në tjera po, shkujtë? deri shtash. Të regam, ku jeton i kohë ti? Unë e Shkupit, Maqedonisë, edhe jetoj në Zvicër me moti, Që sa vjetë në Zvicër? 88-ën, Pej, 88-ës. i 7-ës klasë këmë shku. Pse shkuve vlo halëzë? Po, aba në murë, ja i ka konë këtë gurbet,
në Gjermani, pse në Suedi, në Gjermani, pse në Zvicër. Tregom çysh është jeta në Gërbet. Por mu ma njajt, si me thonë, si këtu si e gje, Tu ka bo njëj. Një faru ti me këshirë qish po e jetojmë, si po ankon njerëzit jo shpenzimi, jo që ajo, jo që kjo, njajt të bo. Me çka merresh dhe çka punon atje? Unë kum kriza natë automaniqar, në Automekanik. thënishën, edhe kum punu kështu privat, nuk kam në garaj të emën, ama kemi punu kështu si eksport kere në për garajja Toyotës, të Fordi kum kriju në, po garaj Fordit, atë shqiptarët e këshin merak, vesh ma një qarë me konë, emni ma i naltë. U pagu atje shumë. Tash ka hup ketë ajo. Ka hub kejt. Tregom sa ja vlen atje me pas një biznes tonin. Valla nuk ka edhe bash let. Se po tutën njerëzit me hinë për kësi... Se ti hinë biznis, po nuk ka jotja. Këtë dush mi marë, nëse ki kapital të ondin e provan, ama nëse s'ki, këtë dush këtë shteti me ti plotësu ato. Me kredit? Po, me shteti, edhe komunat, nëse ki ide me qelë na i projekti, e komuna parët, sa është tash tarifa jo sa e kanë atë komuni pak, ama E ti kur e qele garazhin tonë? Atë dha Jo, komuna vet. jo s'kam thash. Aski. Okej, falem. Shumë me grup kemi punu paka shumë, kemi marrë me qira, ala egziston, na i plac kemi marrë të shumë, na i kjerë eksport e port, A mundesh mu bu milioner në Zvicër? ka valla jam bo, shumica po. Qa ku? Ti a je bu, halo kanë thënë. Ja, drejt, ka zë, ja. Jam bere qatë verse me qëto që kena mëri, që kur gjithë kanë thonë një shpi, një tokë, pak bache, një kjerë, qa jo është. Mund së vjen interesa me pas shumë, nuk më vjen i qaq me pas shumë. Dhe me çka sa ki je i Me kënaqur. knash. Jetë mesatare me pas. Po. Tregom sa është lehtë mu bu milioner atje, a është e lehtë mu bu? Ose qysh mundesh mu bu milioner atje, por sa vjet mundesh me kap milionin? Ose me bu bagi para. Se milioni është i madh, po bagi para me bu. Kom pas do lloj kurse, ama për biznise që i folët, unë kom pas që kom banu të Travecit, janë milionera, kanton Argaus, ka a i ndërton shtëpia ai gjë, Ku? Që në Zvicër? kanton Argaus. A është edhe në Bern, ka hapaj tash, ka gjithkun ka, Travecit. Travec. Bavaria Films? Jo, ajo është Seladin Ameti, Okej. ka emnin, e ka biro atë në Argau, ka shtëpia, ka marru, viç banal është. Ajo është, ama ka kri shkollën për qatë drejtim, ka kri fakultet në altë. Do thonë atje për vlej ka shkolla. Se me kanë mirët, mirët me një partia, me na i kanë nuk e di, për para thëshin, nashta me na i parti që ndihmojnë këtu i të Kosovës, ku i di, veç ka milionera plot pitonëve. Argaua është me përqindje, Kuptoj. këtë shqiptar është. Këtë shtëpia që ka e ndërtu edhe blok kështu që janë marru, janë këtë shqiptar që i kanë ble, i kanë fitu vetë, që i kanë bo. Sa është jeta e vështirë në Gërbet kallëzëm? Valla tash jam këtu një kohë, jam e gjë nuk tutna për kështu për na jetë shtirë. I ki mundësit, nuk jetë dikun që të harrojnë dikush, të harron, se këtu ka shumë njerëz po shoh i kanë harru.